Këta tret janë dëmshëm. Tret janë pa nefuz, tret janë pa takat, tret kanë më vepru qashtu që mohën men. Gjindemi në situatën e përqamjeve të mëdha, të qërëditjes edhe popullore, edhe të një fragmentizimi edhe të një ndamje të forcave politike që s'mahet men ajer. Qa më bo tash, a duhet mësë më mujtë më funksionu asë një kryetari komunës? Kryetari komunës me ligj i ka kompetencat kogjet mëdhaja. Me bugjetin që e ka komuna e Prishtinës që o bugjeti maj madhë, ndër gjitha komuna tjera, sepse jemi edhe kryeqytet. Na për shembull kemi mujtë mi hek mbetorinat, kemi mujtë me luftu çështjen e qenëve ndacak, kemi mujtë të lëvinë komunikacion. Mirë po, dobësinë e vetë, ky kryetar aktual, mundohet me kthy në viktimizim edhe dihet që është pagu kështu, viktimizim. Mirë po të viktimizon sa dush. Neve na vyn kryetar që mundet me kry punë edhe në qësi lloj situate. Kush na garanton neve që do të kem një kryeministër me qasje ma pozitive, ma ndryshe pe këtij aktualit. Po prap se prap na duhet me jetu qëtu. Pastaj qytetarët e kuptojnë që duhet me ndrru edhe qeverinë. Kë nuk ka drejt me u viktimizu kaq shumë, ndoshta këtë e bën fushat, punë nuk i ka kry, është keq se pas ka pengu ky tjetri. Mirë po unë jom njeri që as nuk blokoj, po as nuk blokohen ape askujt. Ky ka mujt që ky aktuali me i dal në protest qeverisë Kosovë, në kohë që jo konë puna ka i qashtu. Edhe tonë e këshin përkra. Po ky s'ka bo zonë. Ky një 3-4 vjetë veç sa një hill, këtse, këna, peraki, edhe kjo nuk o konë fort. Do më thonë se ka pas ky fokusin se nuk është i vërtet. Ky tjetri që e ka bloku, me dijen se ka më ardhë me kandiduet e qes ato keq, edhe kjo është keq. Pastaj e kem një tjetër, se këtu jënë 2 probleme, një që e ka bloku ato edhe qaj që jo bloku që jo koni dëpt. Tash është edhe ky i PDK-s, që ky i adhërën, ky ka më bo si kur këta 2, o ka më bloku, o ka më bloku, po është i njejtë, që ta s'duhet me lanë, se jenë në mes 2 të këqia, pëse për dënë më na imponu edhe e treta e keqe. Na duhet mi zgatëru punë. Nuk dojmë më punu as për PR, as për idaret këti tretit, që për dënë më hinkit loj. Këta tret janë dëmshëm. Do më thonë kanë kalzu, se në konë për parim Roma, Urani Smojlin, bashkë qeverisje, kur i pas ka pengu që kë. Pasaj u ilnu nër veti edhe e prodhun problemin, artificialisht problemin në mbeturinave. Do më thonë, kemë të bojmë me 3 personalitete me të kalume edhe me veprime të dëmshme për kryeqytetin. Këta tret janë dëmshëm. Tret janë pa nefuz, tret janë pa takat, tret kanë më vepru qashtu që mohën men se këta janë konë qeverisje. Njoni thot jënë konë ministër i shëndetësisë. E çfarë gjendje kemë shëndetësinë sot? A unë gjendje të mirë shëndetësia? Do më thonë, pse bile për kalëzën, ti më s'falë, thuj se më konë. Se për ndryshe ti paske si kur shëndetësin, që e kemë nivel nacional, paske me bo dhe Prishtinën, e Prishtinën s'kem nevoj me prish ma shumë, se kjo ma keq s'ka ku më shku.